Show. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një emision Vala Mala Show. Po nisim kështu sezonin e re, sonte I kem dy mysafirë cilë nuk është që ju ka rasti me I pa në për televizione, po janë njerëz shqiptarë të cilë kanë lënë gjurmë në një formë apo në një tjetër edhe në sukseset e popullit shqiptar. Sonte e kam derën edhe kënaqësinë ta ftoj një mik timin të vjetër, I cili ka qenë shumë I famshëm një kohë me punën e tij që ka bo, po ka vite që jeton në Holland. Për çka do të flasim me të, do t'ja u shpjegoj pas pak me kampionin e kërcimeve nga ura, nga nalësia Sokol Hoti. E ftojmë skejtë. Përshëndetje. Si e Sokol? Mirë. Si po ndihesh? Mirë shumë. Ha date edhe pa, nëse të më shaki. Ha? Qështë që? Mirë shumë. Studiorej është, Bukur shumë. po bojmë sefte me ty pro, me garancion e kemi, qëfëse nuk na dhejz me të paren, Me dy. 6 muaj po. Po. Kërësora një këfec mësë më shku, kur në ullë. Ishe gjetëm. Si e? Mirë, faleminderit. Qysh po kalën Kosovë? Super. Rahat, a I takove Adi misht që për si. qëto 2 javë që e ko këtu? Valla, shkuan shpejt. Nesë do të kthehem për Holland. 2 javë ditë me të ngjeme. Qa me bo këthesh apet? No, duhet më kthy, që atje e kem bukën. Sokol, unë të prezentova shumë thjesht, njerëz të cilët janë manë moshë e dijin, se kush është Sokoli, për ndryshe për të rit, t'ju tregojmë që I vetmi vend apo qytet ku janë mbajt këto sportet e rrezikshme, kërcimet nga lartësia, në stilin dallandyshe, se jo veç në kohë, ka qenë Gjakova. Edhe kuptohet gjitha ato fshatrat për rreth që janë edhe Travecit edhe të Prizrenit, një sport mjaft I rrezikshëm, po një sport mjaft I bukur. Adrenalin full, adrenalin sa dush, me kësy për 20 metrave në alësi, edhe më rasi. Si dallandysha ku të fletërën, që ashtu. Bash, si me fletru, po. Një fakt nësie, një fakt. Po, ti ke qenë kampion I Kosovës? Kam qenë kampion, kampion. Kam qenë edhe në Mostar, për urës Mostarit, në 87, në 88, 88, me kanë dhonë, kam sy për 30, po me kanë dhonë 39. Se gjithmonë na kanë bo pa drejtë në Mostar. Në kone ishë Jugoslavis, ka qenë e që nuk duhet shqiptari gjithë shka me fitu? Që ashtu, s'na kanë leju më përparu. Që shëkinis këtë qefin për me kësyja, që është këtë sport, nuk është që ka këtë nej trajner dhe praqitesh me një klub? Ky sport është prej vozhlimit ku jemi konë 3, vogjel, prej 8 vjeqe, 9 vjeqe, 10, kemi kësy prej Nerenik, aty kemi pas do gjirën atë tonë. Nerenik e din, Gjakova, këtë gjirët Berkit, gjirët Sharës, aty ja kemi nisë të kësy. Prej 3 metra, prej 4 metra, aty e kemi vazhdu në ndri. Shkëshim në ndri, që s'keshim kerëlla, me bicikla, me rota, shkëshim në ndri, edhe aty e kemi fillu prej kërshave. Prej 5 metra, 10 metra, kauqi, karika e në konë ato. Po e në konë Skënderbeu. Po, Skënderbeu. E kështu që... Këto që me folin mjën pikat e ndryshmet në alësis, para se me mbrit e ura. Oshtë kauqi, karika, kauqi, Skënderbeu edhe ura. Atje kur ishe që e ki arrit qëllimin këta 3 vende, atje ishe I aftë për më kësy për I urës drinit. Se une për veti, shka ku mujt me vrejt, ndri është shumë vështirë. Pse është vështirë se ndri është ujë I nalën, edhe gjithmonë kom pas ndikim. Ja më koq këtë gjykshi, ja dhe më tonë përplasja me ujën kur bohat, që se është ujë të hecë është ma problem se sa kur hecë. Që në Mostar kësej 10 herë, se sa një herë ndri. Pse në Mostar qarkullon ujë edhe prejnë ujën ma shpet, edhe nuk e ndinë, fare. Po, dalimi I urës Mostarit me urën e Shajt është goxha I madh. Po, ka qenë për para ma e net, po tash është ma vogël. Ama atëherë konë ura drinit dhe konë 23 metra. Ura drinit dhe 23, po. Për para, po. Bas rrje dhe tash po.
Tash është 18, 19 deri 20 metra, që bjen uji. E nurt të Mostarit është 30. Mostari ka qenë 30 aty kur kemi kthyer na, që e kanë marrë ta, 30 metra ka qenë. Ndërkohë kisha pas shef regjia me na i dhon disa fotografi nga arkiva e Sokolit, janë prej garave të ndryshme, prej historisë tonë. Kjo ka qenë në 87-ën. Prej sheksen për urës që merë këtë formë dherë, bje nuj është një 2-3 sekonda. Po, A do këtë gatë? Jo, ish. Vesh ku të shë vjetën nuj. Qash shpet që futësh nuj. Dhe më thonë nuk ka qash Jo, zërë nuk që me ka thonë me qenë. menu këtu, Ja, s'ka ka ja. buar. Se shpetësia është shumë e madhe ti. Shumë e madhe shpetësia. E Ramjes. Po gjuhësh, po. Se pesha Tu i nurt Mostarit. në Mostari. A është kjo prej garve kur ke marrë çmimin? Që këtu, kur i kom qelë garat e ndri në 2014 më duket. 2008-2014 e di. Për atë fundit kur kom qy. Kjo është hera e fundit. Po, E, i kom hapja garave, si veteran. dhe më thonë, me mosh nuk mundesh mo me vazhdu një si kur je Po, ri. valon me të kallëzu të vërtetën, ju që kam frikë, po pesha Pesha bët vetëm. Pesha edhe vjetë, që besot që tash kur isha në Mostar, mu ka hidhë me kësi për besë, po më ka bo be, shoqja më ka thonë, të lutë më mënë prej zotë, më sese, sa për frikë isha kësi. Po Qatë që mu do këtë qatë që vogël ura Mostare. interesant që isha puna grave, për gjithë ka të thojnë mos këce. Ja, nuk e A di ki që pa edhe kur të bën ai sen që do më përla me ta bon, thot mos këce fort, a vide? une mu më kujtohet si sot, në 88-ën, ku jemi konë, me rastin e Besim Mulliqit, Rametlis, që jemi konë bashkë aty, kur e thej Kurrizin, ke lëndu shumë, po aty ju këmë thonë edhe intervju të qera që këta zhytësat e kanë lëndu ma tepër, Po, ku e kanë zerë se e kanë zerë shumë keq, valën. Aty jem konë, aty kom qëllu, ka mujtë edhe ajo mu më ndodhë, jo veç atinë. kuptueshme. Po më kujtohet si sot, tash qyshe të regojshin familja kur se në 3 diçka kom kësi, se i tërhesim numrat, cili numër, edhe dhje rradha për me kësi. Ala pa kësi pa të thonë shoqës me telefon, në ora 3 diçka, shoh televizorin se jemi live kemë me kësi. Beson Zotin, tash ka zeshin familja, kur kom fillu me kësi une, ajo ka ra të fikt, i ka ra të fikt. Dhe do më thonë një 10 minuta nuk e ka ditë vetën kur, se ma kum ka po prej asaj nërësie. Shumë naltë. Jemi të folë për rastin e vitit 88, apo? Në 88-ën, 88. besimit. Tash para 3 jave e keni organizu një garë aty për nder për kujtimit Besim Mulliqit. Na kallëzo publikut se kush ka qenë Besim Mulliqi dhe qysh ka qenë ngjarja në vitin 88, ka qenë edhe ky kampion, do të thotë i kërcimeve, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Mostar, sikur të kish arrit me e përfundu garën atë ditë, kishte me qenë edhe kampion ose nën kampion. Shumë e vërtet, po na kemi kësy qash mirë, edhe Besim Mulliqi ka qenë ndër kërcysit më të mirët që ekzistojnë. Aja ka pas një hedhje, një shyt, një hyje, nuj, as një se ka pas, as kujtim, as Sokol, as Let, as Suf, as një. Si Ta emna që po i përmendin kampionat ko pas kohë të Kosovës, duke fillu prej poetit tonë Ali Podrimjes, kur... Ali Podrimja ka pas sy në komë, prej kërshave. Po, në atë kohë, i thojnë Maja Italioni. Po, Maja Italioni. Qashtu i ka met, prej Ali Italioni. Ali Italioni. Ama Besim Mulliqi ka pas një kësim jashtëzakonisht bukur. Okej. Atje Isuf Vokshit, Cufi edhe ai ka qenë kampion, Leti ka qenë kampion. E kështu që kem pas kampiona shumë, po përpara, deshte edhe këtë me ta cekë si përpara, ku imi shku për me kësy, që kemi pas garat, ka 30-40 vetë kemi kësy. Okej. Tash, kohën e fundit ka nisë me... është zvoglu në është zvoglu në ume, se nuk e di. Udhësia,
nuk janë tafë për me majtë këtë klub, e ke parasysh. Na shta dhe trit ma nuk inë pësu, se për para kanë najtë shumë ndri, aty kanë najtë gati edhe pushimet i kanë kry me javë tona dhe kanë pas mundësi trit me ushtru ma shumë. Tash, unë e di kur patëm organizu në 2012 në fluturimi Shqipone se kemi pas shujt, për nderë një qënditorit pavarësisë Shqipnis, me nëzi patëm ledhë 12 vetë, me nëzi. Aty po të më ta lidh fjallën tonë që ashtu shumë e vërtet është që na ku jemi shku ka 2-3 muj, jemi shku me shatorë ndri. Ti e di fort mirë. Aty jemi mësu, na kemi pas drinin dete, nonë, babë, gjithçka. Na kemi bëbe në kryt drinit që aty shkojshim për çdo ditë që ktheheshim, për çdo ditë. Ja për kërshave, aty për ushtrojshim. Domethënë ka 2 javë, 3 javë para garave kemi ushtru edhe kemi marrë veten. Tash veç ku është vakti i garave 2 ditë, 3 ditë, edhe shkojnë me kësy, normal që kanë frikë edhe për me kësy. E vërtet. Ti kthejmë rastit të atë tjetës, shku të Mostar për me marrë pjesë, rastin e besimit. Jemi shku në Mostar me marrë pjesë, me autobus jemi shku. As na ka qu kërkush me parët tona, me shpenzime tona. Kjo ka qenë garë federative ish Jugoslavish. Na jemi konë veç në Gjakove që kemi kësy në Mostar. Mostar në ndri, s'ka pas. Po me autobus që sotëm kujtohet me kujtim si trener kemi pas kujtim pe arrejmë bjemnin, Shala. Kujtim Shala, tukja? Po, kujtimi si sotëm kujtohet vjera jon, vjera jeme, një pitën e ka bon, e ka dhonë me veti. Une Besim Ulliqi, kujtimi edhe në autobus jemi shku atje. Kemi regjistru, kemi marrë pjesë në gara. Kemi konë, kur se arroj, Rameti Pashpjeti, Besim Ulliqit, kemi fletë me një dhomë, hypshim me një orman, ndryshek, seshim, o morë bëjshim me ta, cili për këse ma mirë. Për ormanit. Për besbo, me Rametlin, kur se arroj. A konë shumë, a konë djallë dukat, djallë zemërnik, s'ki pas ma trim, si Besim Ulliqi. Edhe në ditën e garave? Edhe ditën e garave. Ditën e garave, për thëmë, çka ndodhe? Ditën e garave, ky ka qenë i treti e për i kati, Po numër që e ka qenë. Kur ka kësy Besimi, e ka kësy jashtëzakonisht bukur, po hymje nuj, se as 3 sekonda s'ka prit, me nero gjujt, nuk është koncentru si duhet. Ku hinë nuj, nështë e kam edhe filmin të dërgoj, CD-n, që krejtë është prej fillimit dhe në marim. Kur hinë nuj, në asia madhe, shtypja ujit, këtu në qafë edhe i ka presit. Dhe më thonë kur ka ra. Në hymje të ujit, po. Teknika është që parë se me hynuj me drejtu kokën me hikë, po. Ajo me ullë kryt poshtë, po. Për lasë, si kur na që dojmë me kësi, edhe me që stërpika të nelë, aty patë, asin edhe i kurizhin ata edhe zhyqat, e kom thonë në intervju disa herë, edhe keqe kanë zirë, ata kanë lëndu edhe ma tepër. Unë s'kom ditë kur gjë tash, veç kom kanë thonë që e kanë marrë, e kanë qu për spital për Sarajevo. Atje me njerë më kujtohet me Aziz Malokin, e ka pas një Opel Aziz Maloki edhe me kujtim Vullën. Jemi konë bashkë me kërë jemi shku për Sarajevo. Si jemi i në spitali aty, o konë një farë, si sot më kujtohet, Shaban Azhovic, një farë specialisti. Tha, e tha ti, hoti, tha shpo. Tha, i kom thonë, tha, gruas të eme, tha, ju kom patha në përmjet televizorit. Po që u konë transmitim drejt Po, për drejt? drejt për drejt. Më kujtohet si sot dhe e s'kenë. Qashtu, i kom thonë, tha që ky e ka thuj kurizhin. Edhe a i ka thonë, mu më ka thonë vetëm gojë, tha, më konë, tha, djallë jam, tha, nuk e kisha për cilë që të konë, tha. Se çdo lëvizje, tha, për të, tha, është fatale. Familja ngusht kanë dashur me djalin, me shpëtu djalin. Që ma mirë kishte në Sloveni mas sa ditë e vdiq. Edhe sot kujtohet si një kampion, kujtohet si një djalë shumë i Zotit, si një simbol i suksesit edhe i kërcimeve,
Unë pash që shumë njerëz e kujtojnë, po ti ke marrë hapa kështu konkret. Me memorialin që ki bo, tash organizimit që i bone mas 30 e sa vjetë me përkujtu aty në garat e Mostarit që ketë ku bile një gjakovar aty zu vend në dytë, një shqiptar i mali zi e zu vend në parë, me pikë barabarta kanë qenë po. Shumë e vërtet është. Unë u bona organizator i kësaj memoriali për kujtimor për Besim Mulliqit, se e kom pas edhe shok edhe koleg. Ajo ka mujtë me ndodhë edhe mu. Njëtë si ku që i ka ndodhë Besimit. Po edhe kur kom shku atje, edhe më kanë thonë, beso që më kanë thonë vetë gazetari, që morrin në një intervju, tha, Allah të qoftë, tha, qysh, ki mujtë mas 38 vjetë me ardhë me përkujtu shokun tonë. Por shka që mas pare jem zhgënjy prej Ministrisë Kulturës Sportit tonë, se për këta garus tonë, ty shqiptarë mo, jenë ardhë me autobus prej Gjakovës, jenë ardhë në Malzi. Malzi jenë ardhë në Sarajev, ku jenë ardhë lodhën ton natën e ton ditën të thu, më kanë thirë në telefon në ora 6 mëngjesit. Ata të nesit kishë me kësy. Ata e kanë përfaqësu Kosovën me një shtetë që nuk e ka pranu Kosovën. Kjo ka qenë merita ma madhja e jona. Ashtë si arritje. Ty përkesh për shkak kësaj edhe në kalon edhe juri me qenë se. Qartë shumë, edhe juri nuk më kalon Republika Srpskës, veç që s'na kanë pranu një. I kom marrë, i kom dërgu unë ata të lodhën, të raskapitën, në hotel i kom qu, nuk është të thone me shpenzimet mija, me asë që unë e kom pas ato në shpirtë, në zemër, për kujtu edhe ndjerin Besim Mulliqin, edhe më konë përfaqësues i këtyne 2 djemve më ndihmu, se se kanë ditë asnjë fjalë serbisht. I kom dërgu në hotel, kanë pushku deri ka ora 12. Ditës më kanë thirrë, tha, kemi pushku të nesit, u dushim me kësy, e kom marrë një kërë renta, e kom qu për Sarajev, për Mostar se është 2 orë prej Sarajevës, e në Mostar është 2 orë me kërë. I kom paraqit, jemi shku në hotel, i kom qu të nesit të mjeku, se duhet më kontrolu. Të mjeku i kanë kontrolu, nesit kanë kësy me sukses, i kom thonë zemre, i kom thonë korajo, që u mërë kam hidhet me kësy në këto vjetë që i kam, e ju më sasishtë për zotë, kanë zëtë vërtet, kisha frikë, thësha nështë nuk dojnë me kësy, kanë frikë, po ju epsha zemre, thësha që tash mërë me këto vjetë, unë o kam hidhet me kësy, ju. Po apet shqyqyrë që morën guximin të dytë, nuk më edhe në ato të vetën. Sogol, përveç Besimit, ti kujtim Goranit e plot djem të fort të Gjakovës që kanë marrë pjesë Mostar, thuhet që edhe femna parë që ka këqy për US Mostarit ka qenë Gjakovaja Gonxhixhia. Se kanë leju atëherë shka po dione, po kryesorja kemi lonë gjurmë atje, shumë mirë që ke lonë gjurmë tash edhe me këtë memorialin e fundit që e bona edhe një përkujtim, edhe kur thirra në emision, më tha që e ki një apel për me bo për komunën e Gjakovës për... Një rrugë me vu emnin Besim Mulliqi. Jo kom lutë komunës, si une, si vllazët se e meriton e meriton qasë një rrugës me janë gjitë emnin Besim Mulliqi. E ka thonë jetën për këtë sport, ka thonë jetën për Kosovë. Atëherë për kryetojnë e Gjakovës, që është aktual... E lusim, kisha thonë apel, edhe mi lutë, amon prej Zatë Zotit, me janë gjitë emnin Besim Mulliqi një rrugë, se e meriton, kush do që të vjen, a gjini, a kush do që të vjen, amon i lutëm, e meriton, ka thonë jetën shumë i ri për këtë sport Kosovës. Po, i bashkan gjitë në edhe unë apelit Sokolit, kisha pas qef nga kena me këput këtë video, me qitë në internet veç qitë pjesën, edhe mjë lutë gjithve. Sokoli është djallin gjofshëm, po thëmë Gjakov, po është djallin gjofshëm këtë Kosovën, bile që disa ditë e fundit me ta që kom najtë shapën gjike kë njerëz, usë për gjisha këtu hitë që jetoj, po
je tip social, je tip i shoqnueshëm, je tip që je kon aktiv për gjithçka edhe gjatë kohës që ti që 20 e sa vjet jeton në Hollandë? Shumë e vërtet, 33 vjet. Që 33 vjet që ke shku atje, do të thotë ke qenë aktiv për popullin edhe këtu. Si në kohën e luftës, si në kohën kur ke dërgu ndihma për krahje, edhe familjarët e ju i kanë qenë antar të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Djali vllaut është 100% invalid i luftës. Ato shka kom kontribu për Kosovë, ato i kom bo për hirtë popullit tam, se kanë pas nevojë, si ndihma, si të gjitha, shka kom bo ato, kom bo për popullit tim. Nuk më dhimet kur gjo. Edhe kur takum pra disa ditë e pas që me qindra njerëz në alshin të falshin një shumë që shimon ma në emnat e njerëz unë se di. Kom pas shështit madhe, na si sportista jemi dashtën për publiku. Edhe sot je gogja fit kështu. Ala mirëm me sport. Ala mirëm me sport. Unë notën, për shdo dile notën si adoj. Për 60 minuta, 80 bana notë i bëjnë këtë kohë. Nuk ka në pyetje vjetë, për që je aktiv. Po ti ke qenë gjithmonë, jo veç në kërcime, po ke qenë edhe me atletik. Atletik, po. Në 82 jam konë në kampion 1500 metra vrapim. E me boks, me kësime, vrapim. Që të këtë do sport e të i bo si të ikë. Po, si të ikë. Po, boks më rej me dikon, kënej me ngajt, mës me të zonë, kënej me kësy, mës me të zonë. Përde dhe qysh si të dasht me ikë njerëzve. Dhe, së ka lunet majnë manë, unë atër në ashtë ta kom qenë fëmi, kur ti ke qenë i ri. Edhe se më batë qasë vjetë e valen. Po mirë da, një diferencë e vogël është të kur në kom qenë fëmi e ti ri, kështu ma ta flok si Jimi Hendrix, kur të dilshe me bluzat ngushta në atë kohë, me trup vizatu, me... Ushtrojshim atje. Gëgja këtë. Dhe të të ajnë konë ma frajerë atëherë djemë të atash. Ja dhe atëherë. Atëherë. Rallë. Po thua? Atje jemi... Shkomje kemi pas, po sporte këtu si kemi nalë. Tash jenë tëna, po nuk është sigur për para. Kur të folim për të vitë, unë e sonte e kom edhe një mësafir tjetër, i cili është shumë i famshëm në rrjetet sociale në TikTok, edhe është gati për një arsye që njerëz të tjerë, shqiptarët e tjerë, gati janë të harru. Është shumë tradicional. Ka qef me uvesh me tesha popullore, që na i kemi harru, në loj tesh këtë modelet, me dalë me bo valzime si të valës shote, si të rogove, si të në lojet e valëve dhe gogja është atraktiv në rrjetet sociale, shumë njerëz videot e ti shkojnë ka 300-400.000, 1 milion. Gati profesionin e ka njësoj si tonë, ti këcen pi ure, sa i këcen me topana. Me topana, ku këm një lej. Kështu me pa është djallë simpatik frajer ti në atë kohë e kona i frajer tash, ta shojmë edhe bashkë po kom qef mi ballafaqu 2 gjeneratat. Bukur shumë. Eftojmë skenë e Metin. Mirë se erdhe, si e? Mirë. Meti Bujari. Meti Bujari. Mehmet Bujari, ama shkurt Meti. Me të pyt kështu, met, që një ma që shpishku, me të pyt, me të met vet. Meti, je prej Suarekës, edhe në fakt ti je i Austri, se ki lind, je rrit në Austri. Në fakt jam shqiptar, Je shqiptar, se jam lind në Austri e më rrit atje, po. Shumë interesant se plët që po dalin prej jashtë, po harrojnë gjuhën, mas një vjet e 2 e me lind atje, e me dit gjuhën, e me i rujt traditat e këto, shumë interesant. Që kesh kashtë? Ja u kom pru një dhurat me vete, sepse jo, se jeni matë që më keni qef mull nga për shkoma, në arini ja ullëm aty nga për futire. O konë kur o konë kjo. Pleç toni në ullë këtu, po kjo ka një të keqe. Se dia di, nuk është si tash karrikat që janë kështu kjo, ka herë u shlirej ke kjo bira, so kolla, vëdi edhe dil ke kjo, kush sri ke orët, por shit ke ka pak. Faleminderit. Shkom i thojnë kësaj, për ju që se dini. Në shkom mund.
Me cije, Mirë, faleminderit. si po ndihesh sonte në studio, e di që ki pak treme dhe stres, se këto TikTok-i ja u ka jap lirin, rrjetet sociale ja u kanë jap lirin me bo çka doni, se vetë i kontrolloni. Po, kur vje puna e para kamerave, gjithë e keni një farë stresi, qysh po del, se këtu së nja bën delete, Ashtu, së në fshit. unë e punina shumë mirë edhe plot energji, edhe ashtu që thove në TikTok, çdo herë mund me fshi, çdo gabim, edhe në televizion nuk është ashtu, amo punina prap i lumtër. Unë ti kom pa videot, je shumë viral, me ato vallëzimet që po i bën, qysh tërdh këtë ideja, mjanis, apo ka tërdh këtë kjo dashni që me u marrë me këto, duke di që ti aty. Po. Ideja jame është me i rujt traditat, sepse nuk don me tho sepse jema i ri, se nuk mund me i moj traditat. Mund edhe të shku të modernizu, për shembull me i marrë me vete edhe traditat. Edhe kam qef me shpërndo pozitivitet, mi jap motivim njerëzve, mi jap dashni, respekt, edhe krejt ata njerëz, për shembull në TikTok, edhe krejt rrethina ma japin atë energji, gjithë me vazhdu, me busqesh, me vallëzu, edhe jam shumë krenar me krejt këtu. Bravo, po kjo është diçka rrezikshme çka ke boti, se në TikTok me him me shpërnda pozitivitet nuk dhes fort. Aty dhes ose më konë budallaki ose i trant ose. Po, është shumë e vërtet, unë e di në fillim, kom pas shumë prej familjarve që s'kan pas që TikTok. Edhe unë tu bo video më thëshën, nuk më thëshën kur gjo, edhe thësha pse s'po më folë kërkush. Edhe mas një kuj për i pësa nuk jeni tu me i po videot, thanë ju s'kena TikTok, thash qysh nuk keni TikTok. Thanë po në ditë sotit të bo me qelë TikTokin vetëm shen negativitet edhe njerës të ofendu. Edhe kur me i po në tani videot, se jam një djallë pozitiv, tu kesh, tu busqesh, më ka najt në krah, më kanë jap energji veç me shku për para, edhe për ata gjithmonë kum ditem të bëj gjithë shka mirë, edhe kum pas shumë a shumë forcë me vazhdu. Tash e kanë hapë krejt TikTokin, edhe me krejt krenarin aty rinë të bëj like, të shpërnda, të mpyt, edhe është kënaqësi për mu. Sokol, është zor me erujt traditën shqiptare dhe është zor me erujt krejtën përgjithësi qatë kulturën, gjatë gjenin shqiptar ku jeton jashtë. Je jashtë që sa vjetë. Unë e thash dhe ma herët plët shqiptar për shë që e kanë harru krejt, dhe më thonë, ndështë kanë ardhë për parë dhe ma shpesh, tash asë nuk i bjenë manë më ardhë. Këtun... Halal e kohë, me linë e rritë në Austri, edhe me folë ka zbukur Shqip, edhe me rujtë tradita shqiptare, halal e kohë. Faleminderit shumë. Këtë të tesha e kitu ata? Po shumica janë të mijat. Në atë video në fundit e kom bo edhe një video me nonën, edhe u konë në ndër e jemja, sepse nona jeme s'ka do shku kur me dollë para kamerav. Mënoj si krejt shqiptar qësh janë. Ma ka jop këtë mundësi, ma ka plotësu dëshiren, edhe e ka bo video me mu edhe ka jetë shumë mirë video, ko marrë shumë komente pozitive, edhe besoj se edhe nona jam unë ishë shumë krenare, edhe ju ka bo zemra malë. Cili është qëllimi jëtë njëtë? Qëllimi jam, thash është mas pari me i rujt traditat, e dyta me shpërndos sa ma shumë dashni, me ikë kësaj negativitetit, me ikë urrejtjes, me përkran njën i tjetrin, edhe me aqë sa ka mundësi ka me vazhdu, edhe inshallah arriti sa ma nalt. Inshallah, po mënoj këto gjana gjithmonë dhezin, edhe pse njerës ti harrojnë, po gjithmonë popullë shqiptar është jetë që me po kësi gjana dhe kësi. Plus kur është djallë frajer, ka shka shë kamera, doket... Unë e kam edhe qef mja të regu njerëzve, për shembull vendet
më të bukurat në Kosovë, se ka shumë njerëz që nuk e njohin krejt vendet. Për shembull, kjo video është në Brod, është një vend shumë i bukur, çka gjithkush duhet me vizitu. Brodi është ka Opoja, ka Zhurja, po. Ka edhe vende për shembull shumë të bukura në Rugov, në Deçan, në krejt Kosovë, në krejt territorin Fiton për kësaj Mitrovic. pune diçka, po? Me fitu, për momentin nuk fitoj për këto video. Unë hi edhe live në TikTok, aty mund njeri me fitu, është normal. Po më i më thonë nuk ka fitim shumë i madh, unë e bëj për qifi, do në me thash, me jap një buzëqeshje njerëzve, kom pas raste ku njerëz smut më kanë shkru, smut për shembull me kancer, edhe më kanë thonë se janë shumë dëshpëruar, e kur po më shohin mu, pja japi atë shumë një energji të madhe. Një vullnet për jetë. Një vullnet, aja mu ma mush zemrën, thash plot me energji, edhe veç vazhdoj përpara, edhe veç mush na ideja, kjo është ma shumë të qëllimi jam, kur e di se njerëzve o t'i pëlqy ajo që kam të bo. Apo e shini popull i dashur, që po thuni jo diaspora është gjak i hupe, një shpërndan, nuk me dasht, me pak mësim për familjes, me pak edukat për familjes, na muj me i rojt tona, mos me i hup, mos më bo shumë francuza këshe, s'po marrë vesh unë një bdal jashtë që, djali as nuk ka lind Kosovë dhe është ma shqiptar se unë, është tha ma shqiptar se shumë tjerë, sepse gjithçka të kë frymon Shqip. Bëde vesh me pak. Këto e në skena që na bëva kipi viteve 70-80 mos e kemi pa. Shumë rrallë e shojmë, së valë. Ti valon me ta lidh fjallën tonë, që është shumë e vërtet. Na shkajmi në prendim, neve në kanal ora 12. Na i kemi ato traditat që i kemi pas për para. Po. A këtu në Kosovë me të vërtet kanë dëshu. Kemi, me tash për na lefoj neva, Po foli realitetin. Na shkajmi në prendim që jemi një kod gjatë në kanal ora 12. Na i kemi alo ato traditat që i kemi pas, me ato jetojmë. Këtu, ka zëtë vërtet në Kosovë, kanë ndryshu. Nuk është respekti, nuk është dashnia, sikur për para. Për para konë respekti, dashnia, në mes veti tash, jo, më valon, vime në Kosovë, valon Malaku, nuk thirë kush kafe, ose nuk të respekton kush. Po tash na bo bio na kafe në shpipim, se doktori më thot mos me pi kafe vallaj. Jo, me të respektu, se na s'kem nevojë me na qit kafe. Po të paktën me të respektu. Ja, valon, duhet me fol realitetin. Çfarë pi kafe në turka kështu? Çfarë pi kafe në turka kështu? Kur varë is. As dohen spija s'kafe. Unë mendoj, nuk ban me bo asnjëherë përshorje, ma në fund krejt shqiptar jena, si në Kosovë, si në Shqipni, në krejt vendot ku jetojnë shqiptarë si në diaspor. E di se ka, për shembull, na thojnë neve që jetojnë jashtë, na thojnë gërnaqa, apo ka edhe t'jashtet si folin për... gërnaqa, mëse përzini, gërnaqa i thojnë vish një pjesës. Vish një pjesës, jo tonëve. Për shembull, në Austri na thirrin shoca, gërnaqa, nuk pranohem prej austriakëve. Në Kosovë thojnë te je austriak, je lind atje, do me thonë kanë shumë zërshëm, po ma në fund thash edhe njëherë krejt jena shqiptar, edhe duhet më konë krenar se jena populli ma i mirë në botë, me vlerat ma të mëdhajat, edhe me histori shumë të madhe, edhe tradita shumë të bukra. Pas kanë mësu që jemi populli ma i mirë, se nështë nuk e dim na a jemi ma të mirë, që ashtu në kanë thonë. Na më konë populli ma i mirë që tash ku mi ditë ku kishim rria, për që sot e lashët i kemi. Unë mendoj se shpesh, në krejt shekujt, janë mënu shqiptarët me i ullë, edhe tash të kena marë pak vetën, e kena Shqiprin, ato jetë vetëm për para, po ashtë edhe Kosova, inshallah gjithmonë ma mirë ka mu bo. Me qëtë politikë që kemi, jo valoj, po piki politikës, si janë të na lona hatë, nuk është kena mujtë me jesë shumë a përpara që shim konë ma të mirë. A je i knaqën ti me politikë së kolla?
Jo, unë s'jam me kur një parti. Po, për di që Jo, veç me partinë e Sokolit, Sokolit. Me partinë e Sokolit? Po, Ki po partia? Po, kam partinë. Problemi i juve që jeni asanej është gjithmonë çështja e identitetit. Çështja e identitetit na shtaruhet me çto, sikur Sokoli me kujtimet kur ka qenë njëri që i ka me Kosovë, apo si ti që krijon iluzione dhe krijon ëndra për një botë bukur shqiptare, po gjitha këto qojnë me i farë drejtimi që për marrë nuse shqiptarë duhesh për shembull me marrë një nuse shqiptare, se ti se i martun. Normal, une inshallah ma jep zoti. Kryeministrin e kem edhe plot i kem që po thojnë shqiptar, Kosova, po kretë martun me të huj. Po, Ti a ki martu me të huja me shqiptar? normal se gjoki e shqiptar Kosovë është ma jam lim botë. Kështu se A ki po? pak. Thash, me gjithë qef, inshallah ma qonë zoti kismetin, edhe vetëm shqiptare. Vetëm shqiptar. Vetëm shqiptare 100%. Pa e zemra nuk vetë mund është mu të shënu edhe me nej. Valla mu të kalzu drejt, deri tash më kish vetë, amo s'ka ndodhë mu dashuruan e... A si të shënu kur, a? Jam kanë i dashurum, amo me shqiptare. Po dhe po, ku ke koni të shënu, ki përvu. Po, për që ta po thamë zemra... S'pas ka funksionu. Dhe s'tremoj. Nëse nuk funksionon njëherë, nuk do me tha se nuk funksionon gjithmonë. Tremuj, ki tremuj që në ka Sokoli, edhe Sokoli tha ku jo martu, tha 38 vjetë. Tha u martova, tha për një 3 muj, tha hajt, edhe ta 38 marrë nuse vjetë. për 3 muj, 38 vjetë martes. Valla, mësë më bë fesat, mësë më le gruja mësë 38 vjetë. Jo, më se s'le. Qa S'ka ku me të leon. I ki me të nderë tash. Po, përbes. Tash u bo, S'ka kom që. në këtë ku u bo pak ma zërë, se më herët i kanë gjetë për shembull me mësita, për shembull edhe mu më kanë provu me mësitni, edhe Qysh me mësit një? po më kanë thonë, a donë me dalë me një qikë, kom thonë po, okej. Austriakt kanë thona? Jo, këtu në Kosovë. A, këtu në Kosovë! Me mësitni. Po, edhe thashe që shkon, tha, po ti del me atë qikon për në kafe, edhe vendos tani, a dërë me mora ju. Thash, une me një kafe, me ditash, a mu martu me ata ju. Thash, ja, kështu sit. Thash, tani aja mu marrë në shpe, ka nashta në i vest që mu së më pelqen, edhe thash, ma mire gjoj vetë, edhe s'kam të lashe. Se po thu me një kafe nuk mund është me gjohë? Jo. Se? Asnjëherë. Po ka shumë gjona për shembull, te gjonat në kafe nuk mund me i marrë vesh krejt. Edhe menoj se do të me kalu një kohë me zveti mu njoftu. Sa kafe vlla do të mi pi? Po s'do të më kanë gjithmonë kafe, mun edhe mu kanë një shëtitje në qytet me hec me fol ka pak. Se kafat mja njësa ashtu me i këqyrë vonë shtrejt. Ti po lypshe shumë, meti nuk ka ashtu. Ti po lyp edhe më konë shqiptar, edhe me ju i traditat shqiptar, edhe po lyp me dalë me hec me qika. Unë e thash më herët, do të me këqyrë me i modernizu edhe traditat, mos mi haru, po me shku edhe pak me kuën. Qysh mi bo mësitin me ChatGPT? Për shembull, Ja. me pyet, mja qu foto nusën edhe me vetë. Mi shtin ChatGPT mi thonë, kështu që ta mirë, a është për mu, a së është për mu, ti kalzon krejt. Unë në fakt po bëj hajgore se thash, unë menoj më herët të ka kua shumë ndryshe, edhe nashta si kam pas mundësit, qysh janë sot, A ki vetë pëjnë tu që shenë martu? po. Me dashni? Printe me, ata e kam pasin kut më qëmë, do me tho, janë zhjith njëni për tjetrin, amo menoj se dashuria që ata e kanë kriju me ko, është dashuri shumë më e madhe se sa është për shembull Sa, vit që janë në pëjnë të kohët e tua? fundit. Jo se janë printe me, se për shembull me këqyr krejt ata në atë kohë që janë martu, i kanë 40 vjet, 40 vjet martes, dhe normal që kanë pas sfida, nuk i kanë pas nashta kushtet më herët. Unë e di që më kallzon për shembull, nona kanë erë se janë konë shumë kushtet e zërshme,
Amo menoj se krejt që ato gjonat e vështira i kanë bashku dhe e kanë ndërtu një dashni ekstreme, më thonë. Edhe ata njëri pa tjetrin s'mujnë, e menoj në kohët sotit është për shembull përlohen, për shembull për një send vogël edhe njerëzit ja nisin mundo, unë jam shumë i lumtur edhe mendoj se shumë mirë janë prindë me, janë për mu shembull. Edhe pse për shembull thash që çdo si të moçmet me mësitni nuk e kisha bëone, se kom qef normal me gjithë vetë, amo qysh ata e kanë mojt dashnin edhe lidhjen, ata janë shembull për mu edhe inshallah edhe unë kam me mujt që ashtu më konë. Po të kuptoj që ti e ka thu që 30 vjet prindët tu me mësita asi, po që go së kulli 38 vjet gati 40, pa mësit heq, vi që ka ik grun, e ka grabit. A thojnë që ashtu? Pa bita. E ka marrë me kjerë. Me dashni, vla. Ha? Me dashni. Me dashni dhe me dashni. Që për ati e konë ndrysh dashnia, ta s'ka dashni. Që shu dashunoj që ta Ma 3 tjerë? vite për ndohen. Po dhe po që Në shu dashunoj? 38 vjet me një gru rekord. A të shtë më thonë, 38 vjet 38 vjet po valla. me një gru rekord. Kjo është duhet në libër Gjelisit mi shkru. Po dhe. Mirë ki që po thu dhe me rekordar, kjo i bje një faqë qëqani që s'ki mujt. S'ki gudzu. Ishtë dojnë të në Gjakovo Arrar. Arrar. Që shukon dashni atër? Dashnia Një valla, marrë në po me dashni, se pi interesant djallit, ke shku i martu, i dashru me ta. qysh Edhe e martu. qysh i kin gutë qikat për para, vlash. Ti si frajer që i konë ma të frizurën kështu. Ate e konë ndërsh, valla, ate. S'kan guxos qikat ashtu, as letë si kur sot. Me qitë këthizat. Ja, ate s'ki pa E këthiz. që është bishin sy vlla, që është i shkryshe, mobil s'ki pas, email s'ki pas. Nëse ngjejo, plumat nuk është i keni pas plumat e ngjep me ja që plumin. Kemi pas edhe pluma. Pluma i Para. konë fmi të mahallës, bëca. Ja, Allah. Qa ke mekna ku i na konë fmi, kër vishin ata dhe nur të mahallës, na mashtreshin me nej sheqenaj, shko thirë matine, stuj pi thirë një shoqe. Na si të vëgjel kishe në topi, aty i thëshim, për të pretaj, delë se, ku. Na kanë mashtru. Abuzim keni bo me ne jo. Plesht të ndyrë, edhe psyza. Ti s'ki boksi sa, ma kur dojshë të Jo, veç ku të vishin në shpi me mlyp, e majnë manë si sot, baba i nje ke me thu, për thëjke, i kle ma një djallin në ratë. A të lëpshin ty, nuk i Shko po lëpshin më ty. nërmër dhe unë? Ja, valon. Unë jem konë atje, të dimër, i konë i ri atje. Thash do një më konë fmi, ke kur dilë këme, va. Më në gjëse ja frojke dur borë, që Si shtu Gjemi Hendrix jem unë. Zëshkan, sytë e kaltër. Po sytë, det, çfarë kaltër, det, krejt. E kështu në për disko, a ki kësy? Disko atë të? Mashëm po, në disko shkoshim në Palat Kulturës, Po, dhe gonë. që aty rrishim ndërë puneshim me avnijën e me ata Harlojnë, ndërë puneshim. Mes milion huliganat me hi atë. Ja, aty. Aty ma isha Kështu reglën. a, ki pas qef me kësy? E ma isha reglën por. Edhe me kësi po. A kom pas Kur s'kom dit me kësy, as disko, as kështu. Jo. Po bëllore kemi më mësu që tash me kësy te. Po mëre, A din? pa tjetër. A di me kësy te javë, do me të mësu dhe ti? Una? Po, Sonta? po. Ja, rënes. A ti këshyr në aniva, a të kalzëm që shbohen hapa, që Ja, shni. hapa, ta ka thonë. Njerës kemi hapë shkollë valzimit. Hade, që duhet? Në varët, cilën në valet dhe me bo. Në Austrë ju mësu. Po da? Janë, për shembull, aja e ka dalshme, këto çdo kushim duke din me bo, është kështu. E tani me vazhdu. Kjo është e dashma dhe me? Po, E që shtë dhe gjithë kush? tani se ka muzikën, pak... Pa muzikë dush me i kalzu hapat, që ta që pe bën kështu. Aha, Si të qësyu në azat e shpinës, pesh që të këtë cejë. po. Shumë që ka më këthi. Vazhdo, e merr Jo, pojti, ja, pejmë ka- rapa për shembull, e merr hapin edhe Ja, me së gotë e merë 3 komje ka i lunë. 2 kom, po 3 herë pi lunë kom. shkon pejçi tuhet, Pojti ja. shko pak poshtë me ka. Po. Edhe pak.
Hajde. Jo shumë, jo e ka, shkon pe këtuit, ka dalë ane, Me durë mësova, me kom, se e ka me i lunë kom kom. tani, Edhe që në komën tjetë. po, edhe e ban nej divizje, Hajde ta përvojmë? dhe me tho, pe, Jo, po, hajde. hop, e tani vazhdon, tëp, Prejtje, dum. shumë mirë, Jo, që kjo s'ke mirë heq. po mëre, ma mirë se sa one. E duhet më mëso, kjo ka lind me këtë kësis ne. Jo, Që është me të linde, jo me të blene. Ka lind la me këto që... Gogja valzim i zëshë, me kalzeshin për para, që thëshin si kanë fletë krejt aty ka 30 vetë me i sobe edhe për që ata jenë tu me s'mëshkel, po. Mon edhe Tu me mos prek, shkel njëri me tjetrin. prek tokën edhe mi mshu tokës, ding, Edhe që kësejnë ashtu, po, si më konë me federa. Stash kime na bo një valla aty, me gjithë qef. puna e YouTube-ës du me zgjedh në një kongë vetë tonën, edhe ti mja përshtatë. Abdi se nuk mujmë i qitë kanalit tjetër, për ndryshë ne i blokojnë YouTube. Kështu që shkojmë i vallet tonë në ndishka të bukër, Po, edhe do të vazhdojmë pas pak emisionin. faleminderit. Mala Show. Mala Show. Bravo Meti, falendoj për këto momentet bukura. Duhem privat me ushtruna pak më mësu për me këqyse. Pa tjetër, faleminderit edhe për ju. Halo nuk për di fort.
Çka duhet me plotësu një qik për më konë dashuria e metit? Është shumë me komplikume dhe zërshme, Pse? se ka njerë një njëri i komplikum, pa doshje. Menoj mas pari du të më konë vetvetja, du të me pas humor. Po, për humor e vetvetja gjithë thoi me qenë tipi qeshu, me qenë edhe qikat për djemë thojnë që Pak e shtirë, Interesant, këtë femnat ku ti vetë për shemull, a keni pa, shqiptarët ku ti vetë, qysh dënë më konë tipi që ty të pëlqen, thot, i qetë, i but, i heshtur, i qeshur, dhe me humor, a këtë shkojnë i marrin do mangupa. Këtë që të sanë folin, këtë do mangupa. normal, une kam qef më konë edhe pak e shtirë. A, dhe me thonë e dënë edhe ti femnë mangup. Unë menoj personalisht se gjithmonë qysh thove ti, krejt e kundërta ka mu dollë. Sepse kërkush nuk e din kismetin, edhe mund më dollë bashkë ashtu qysh s'ki menu kur, apo qysh nuk e dash kur, sepse kur dashurosh nuk të vetë ma. Për që ata kur më stu, jo du ta marrë shqiptari, jo kështu sa t'je rrethën e ki. Për ata jam Nuk vetë zemra, mund është mu dashunu me këtë tjetër dhe... Ti shkon ashtu në deri sot isha dashuru, po ju. Unë blon gjoki për një shqiptar. E ke po si te muzika, kur të njën të ponat, qysh e kena na shqiptar qysh janis me leviz kroho. Që ti vi që përmendë Janisi. A përshe? Dhe më së them shumë se zemrën e kemi të dopë. Gruja burri fort, ka thonë, në Gjakovo thonë të na, gruja burri fort. Me të fshi për para. Me të fshi për para, gruja. E për që të gruja burri fort. Qa përsha, diku shëkon se kohë, li fort, i Gjakovi ju kanë tutë kërë shabezën tas. Ra gruja zbutë tas. Ta si të më këshirë me si, unë këta... Valla, se për lidhëm aty, kur qëtë boba gjithë në gjash shkon punë, ja bën kafën turke nanës gati, e mblën aty me një tabëll, kur qëtë aja tani e pen kafën. Që realiteti. Që shukëzu së kolis edhe këtë qëtë nati ja bën kafën, ta skukna vetëm që qërë zotë. Skukna. Kafën, darkën, unë e bëj darkën. E punën të ditën, punën në duqen tesheve në Hollandë, e gjina, e ku dhje prej punës me një në kuzhinë, ja, që ato bukën, ja, eki. Edhe kafën ja qes. A ti s'punën, a? Ata, jo, më jem pension gati. A, në pension, ti për që ato. Edhe që ato mësë me ekë, në ardha e prej punës e me inë kuzhinë, gjëna, zotin vret. Sokol, skokaj, skoke maj sokolli që. Për zotin e bëj e përgatiti dorë, po edhe kom si hobi. E kam në qef kuzhinën. A ki qef ti mi abo me ta bo kafën? Unë ma shumë kam qef mu ma bo. A mu edhe e bëj. Allah kimi e bo që edhe ka... është zëtë që tu këmë thonë edhe unë. Unë me qitë grus kafe? Du të më konë reciproke. Po pi qitëshe edhe pi atërmëshe edhe mize. Mas mija mësë me pi kafe eqë, përse po thojnë edhe doktorët mësë pe ne kështu që jera hatë. Tani qtin me qi qaj. Nuk më kalzove shfarë du të më konë femna. Merrej shembull qysh duhet më do në pamje, si kush duhet në sjellje, kështu bëne një kombinim prej ftyrave që i nxe ose... Në pamje shumica... me fluk zetë, po i marrë shembull do këngëtare shqiptare që janë. Si ti thumë, merë shembull, shkën, ti merë shembull fill këngëtarët, marrë më nej shkencëtare, shembull? Po, moj, moj shumë e vërtit. Për shembull, aja që e ka bo LGBT-n. Po, Mira Murati. Po, aja është shumë e bukur. Dua Lipa, prap këngëtare, është shumë e bukur. Rita Ora është shumë e bukur. Elvana Gjota, Gjensila. Po, cila është tipi jetë, cila është tipi jetë? Ta din qikat që dokën si na jona që me të afro. Po që ashtu zëshkane e vogël, ka pak si Elvana, ka pak si Gjensila, pej pamjes kështu. Ka pak si Elvana, ka pak si Gjensila. Ka si Elvana, ka si Gjensila.
Gjatësin si Elvana, e flokët si Gjensina. Okej. E që për kesh? Po më vjen me kish. E si tip? Okej, si po me e kuptu. Se tip, s'po di kanë me marrë shambull, unë pëlqen për shambull humori shumë prej Ilirianës. Cile e lojon? Iliriana ja këngëtarja me Ordin. Okej. Menoj janë qift shumë Do me bukur. thonë, ki qef më konë femna me një humor si ajo që ka pas. Po, për shembull, o shumë qike sjellshme, i respektoj shumë ata dy, kam shumë respekt, edhe më kanë pëlqy shumë si qift. Edhe, s'po thom tamam se ajo, po unë pëlqen shumë humori për shembull i saj, kam qef edhe kur ta gjoj edhe unë një qik me pas atë mënyrë të humorit, ngjajshme. Unë pëlqen për shembull edhe me një mënyrë për shembull edhe Genta Ismaili më ka pëlqy shumë. Ma herët. Pe krejtve ka paka, më thash. Që tu prek edhe së kulin, pa. Po, valla se gëllë. Ku dhëmi, shkon gua. Mu për shembull edhe humori e Big Momos më ka pëlqy shumë. Shakesh të së kull? Big Mama një kemi. Nuk zavendësohet Big Mama. Një Big Mama i kemi. Në qëfar aspekti? O qënë Roma, jo. është nishi. Ata për mi marrë pas ke përhargjë. Në ta shpras ke pekin e kjerrit, ha? Që për dhu që në rondë. Për ta vjenë hargjën e shpisë. Qka mëndon me vazhdu në të ardhmen ti, do të thotë se tash një farfame e kim ri, po qysh mëndon që mund është me e kanalizu këtë ardhmen tone, në ashtë edhe me materializu, po në ashtë edhe me të pru diçka të bukur një jetë kjo. Se fama për diçka duhet me u përdorë. Normal. Ose për me të pru pare, ose për me ta pru në dashni shtu t'jep onësit ma tepër, ose në profesion ma të mirë, diçka t'jep fama. Po. Unë ja kom nisë se një ku me bo shumë reklama, ma shumë jam të marrë në kohën e fundit me rrjete sociale, kom pas shumë oferta ndryshme për shembull për model, edhe tash ta këqyrëm ku po më çon rruga, normal se kam qef me hec vetëm për para, edhe inshallah më vjen ai mundësi shumë e mirë. Unë më intereson për shembull edhe me veshje kombëtare për shembull se dia e ke pove me siguri çat video me Tirçe, ato janë tranerka, për shembull në verzion Tirçov, edhe të veshjes kombëtare. Edhe më kish interesua edhe kjo me mod, për shembull. Do më thonë ti diçka me bo një linjë të veshjeve, për shembull, e cila ka me pas simbole dhe elementet traditës shqiptare. Po, për shembull më pan, ose për shembull diçka me vallëzim, tash ta këqyrëm qysh po ecin gjanat, inshallah shkojnë sa më mirë, edhe ta këqyrëm qysh po vinë mundësit. Shumë mirë. Sokol, je dalë në penzion apo ki me dalë në penzion? Unë vitin tjetër ka të kismet penzion, tash me të kalëzut vërtetën se shumë kohë gjatë, 33 vjetë, gati ma shumë atje se sa këtu, e vetë mija atje shumë është vështirë, se tash sa që dalë në penzion, gjithë jenë në përpuna, s'ke me konë, a uvëton. Mirë më ala me sportin, po vetëmia është shumë... S'ki me konë me po ma? Po ka me holandezë me asisë në uvëton, aty këtu, ama për këta tonë shqiptarët nuk kemi shumë atje, se në Hollandë këtë pak ka shqiptarë. Po kështu me holandeza nuk njeki për Bajram me shku, marë me po për Bajram? Po, shkoj për Krishtlindje, vinë për Bajram, kështu që baklava e qesim edhe aty në... E po do më thonë që Gërbeti është shumë i rëndë. Tepër është i rëndë. Nuk është letë më konë 33 vjetë. Këtë për thuni Gërbeti i rëndë, ku t'ju thojmë kur për këthej s'kthejnë kur? Por beso që unë gjdo moment, unë me trup jem atje më mandë
ton kohën jam këtu. Po dhe tonë po thunë. Beson Zotin. Ka dikush që nuk ka se, ama unë foli realitetin çka e ni në shpirt. Dhe ma thonë që tash shoqja duhet edhe ja 7-8 vjet me dalë në pension. E tash unë të bëj gojë, ditë tash unë në vitin tjetër unë në pensionin do më shku në Kosovë. Thash dash më ardh hadhe. Tha jo ta pres ta pensionin thash unë më ka shkruaj thash pensionin për marr për shkoj në Kosovë. Pas ka ime anja keqe ty. E thash pa gru, ku më kthej vëlla prej Zot Zotit. Që aty më ka Ka blloku mundësi, komt. Më ka s'po di çka më bë. As anajna as lajna. E nga një onin ti e bleni këpus 55 që, Po, se kështu ashtu ti pas ka shti 2 kom me i këpus, që dy. bile me si roj gishtat, Dy komt e parë edhe komt e dyta. kretë valloj, Mbrëmta. vëllë mujtë bënë qatë. Katër. A pse gërbeti i ka zbut, ma shi që ku shukon shukoli të shenë, Santana atëherë, së Vallaj nuk ish më. Ja gruaja burri fort. mu pas ke zbut, fort. Gruaja burri fort. Me të që se të vje shansa me gjithë nuse në Kosovë, për nuse që nuk dënë me dalë në Austri. Për mu se shkon hiq problem, sepse edhe unë e kam mendjen me ardhë në Kosovë sa ma shpejt, edhe me jetu këtu në Kosovë. E kam pasaportën e Austrisë edhe... Vje ato, e ki, di që e ki pasaportën, po që se vje këtu me se përmanë mu pasaportën. Vje këtu me jetu edhe... Normal, për që ta po thamë? Pa. Ta do shta me thonë në sekonde kisha hek edhe kisha pas shef me jetu në Kosovë. Hitë se ki problem. Jo. Ti e dush me marrë Po ne pjesë. ma shumë në Kosovë jam në kone e fundit se sa në Austri. Beso, Valon, atje jashtë për shembull, gjithmonë nuk je që më thonë, nuk je vetvetja. Si të vi këtu, jam full energji. A rrethi social e bët vetën. Duhet me ditë, si të një është dikun në 10 huj, është pak problem. Për ty, për meti nuk mundet më konë se kjo u leu rrit atje, ka po. Prap mendoj kur ta qel dirën e shtëpis këtu, edhe del në barë tonin, që ka është toka jote edhe den kjo 100% tokë e jona, është një ndjenë komplet ndryshe. Une sa do që jam lind atje, jam rrit atje, edhe e du Austrinë, e du shumë Austrinë, edhe jam falenderus se më ka jop shumë mundësi në jetë, po prap që të dhe, këtë loqë në Kosovë, këto e kam shpirtë në zemër, edhe gjithmonë kam e pas modin këtu. Po ju kalzoj drejten njerës që të vjeti vuna, rrallë ka nej shqiptar që më ka jap ma shumë pozitivitet për i rinis, për të thamë, se sa meti, kështu një që vish busqesh, rrezatën energjit mirë, fol fjallë tëmla, nuk i ka për reklam, se plët i bojnë për reklam. Si djali pak ka. Po ta bëj si në TikTok, faleminderit. Shumë i sinqert. E për do më thonë, ti Valon, unë për veti në kom dalë për qef në Hollandë. Unë s'kom pas nevojë më dalë. Se kushtet atyre kemi pas, që zotë. Po, problemet që kom pas, me policinë, me Serbë, o do të me ikë, se dhe ishte me më pushkatu në 93-ën. Po fati jam. Ti në atë ku ki rrej Serbë pa dhimt. Ima, për të ditë, ku s'kan guzovë Serbë me folë serbishtë në Gjakot, ti din. Dhe Shqip. I rrezik që më konë. Përbes po. Besot 37 km Gjakot, për zhenë në kom jam ikë në përmale, se dhe ishen me pushkatu si Rustemi. Rustem Brishen që njëtin gjë ka ndash me ma bo dhe mu. Edhe do të më dalë prej aty të dola në Shqipni në kom, ne e tha një vit në Shqipni, atje në 93-ën që ishte katastrofë, që s'kishe as buk ma hongër atje. Po fati deshti edhe ika për Hollandë, që thëshin për parë, a më mirë që leka që vorri lekës. Se sot nuk isha gjallë mësë më pa ikë. Në ka një këto me vite gjithmonë kemi ekë, po mirë tha në ka nërë ditë e mija për shqiptarë, 2 shtete shqiptare kemi bo, me mujtë veç edhe politikantë me i pasë. Të rahat tunë se në hongët shpirti, në hongët. Vesh pak bre, vjedhni bre, po vjedhni pak bre me zvjedhni shumë. Që të hajni bre, që jo bre, letë vjedhin.
Ma Le të pak. vjedhin pak met që aty. Po, jo më shty me i natë që është për shtyjen. Adi mi dash pak njëri tjetërën. S'po thëmë që puthi një parti me partin tjetër, se bëni nej sa ma tepër. Po bile mirë dita, mirë mroma njëri tjetërit, la mja bo, me shku pak ma bot, ma për toke. Që sa shqiptari na u ka shkjep në përbot, kreti kemi shkjep në vend se marrë këtu me i dhonë, ke shka mujnë me dhonë, po duhet me prit kur përbohet mirë për jush. Për jush, se ju s'jep një mundësin. Vjen njoni aty thot, po du me investu ti i lëp para aty. I thu, hisja e me kuasht. Me mundit ati, me paret ati ti, për dëm ja marrë këti. Vjen ai, ky pri jashtit, vjeta organizon ta përkujton një njëri sukses që u konë që s'ka pas fat me tu. Vjen ai tjetri, ta kujton që teshat shqiptare ekzistojnë ai la. E na në gjumin a këtë. Marrë. Për zotë, ma shumë e majnë shqiptarë tonë, kulturën shqiptare në perëndim se sa këtu. Inshallah kom qef sa ma shumë me pas njerëz të cilë ala frymojnë Shqip, po. Kjo është i frymëzun. Unë menoj se do të me i ruaj traditat, për shembull edhe na për UNESCO. Ka shumë gjona, për shembull armiki jonë që ka dash më na i marë, për shembull që kanë histori tonën, na për qëto sene do të me luftu, me imbrojt, me krejt që ka kena. E prej të moqve, ma të moqmet që janë dhejtë rinia, edhe kur o dishka jotja, gjithmonë do të me met me ato, kjo është e jemja. Politikanë që të bu, se me bo politikanë, për një ma po të thëmë, pas bo politikanë në 2014, nëse 15 kem gati mu pranu në UNESCO. Ti kurse i pranu në UNESCO, normal që edhe instrumentet tona, muzikore jenë shkru që janë të malazes, vëse tjetëri në vatë se më shkru tona. Unë menoj do të edhe me Shqipëris më mënu pak ma shumë në kushtë tona që shi kena momentalisht, sepse dikur mund më kanë shumë vonë. Edhe për që ata ma mirë ma herët edhe krejt bashkë. Duo mi vetë, mas i spedim vetë mi vetë atë Gjajibedrien. A bëngje Gjajibedria, kështë? Qashtu tezja jeme. Gjajibedria është qatë gjibitia, Gjajibedrin mi vetë. Gjajibedri, shka me bo la me një ju, shka me bo me një la. Shka ka bohet. Për fundi shka një mesazh për poplin tonë shqiptar? Sokol, je maja? Ta dujnë një tjetrin, edhe veç me jesë për para shqiptarët, e jo mrapa. Dashni. Dashni, vla. Dashni, vla. Edhe unë e kisha tha mas pari, dashni, pozitivitet, edhe me hik komplet i natin. Mos mja drejtu gishtin dikujt pse ka ai ma shumë, se unë e kam ma pak, po me morë shambull edhe me tha shëqyrë se bone ai ma shumë, inshallah ma jep edhe mu zoti mundësin me bo ma shumë. Edhe tjetën, unë 3 herë në vit vjen në Kosovë, prej mallit, e ke parasysh, po pse nuk isha kur nuk isha 2 vllazën apo vlla motër të pinë ai kafe ose bashk, po këtë shkepën, shka puna aty në, a puna pasonis? Nuk po di, a lën nuk i pash 2 vllazën të pi kafe, për shembull në Gjako, apo vlla motër. Pak problem është A se... gjelozia, shka puna, nuk e di. Gjelozi po se di, më po shqetëson. është hala jemi të mbjetu, hala jemi në fazën e mbjetesës, nuk e kemi bash rahat jetën që me thonë na këto, i kem punë të mirë, për dalim për pim kafe për shef. Për çdo ditë kemi luft, qysh me mbjetu, qysh me dal fundit muajit, qysh me... Shkojta që hala, na lirin e kredi kemi vitu, po lirin financiare, sigurin për i të parit muajit dhe në fund të muajit, nuk e kemi hala. Pak problem. Ama po për para konë ndryshme, me sasin tash, bagja me bagjanaka, për çdo ditë ishe. A vllazët në mes veti jo. Po qëre, për pare në kun telefonat e dorës, në mod të ashen iPhone-at, a di bagjanaka të ashen si iPhone-a. Me dalë me vlarë si me pas Samsung, nuk është në mod. Pyt janë për LGBT-a, ja ban që atyte, a? Unë e kom pas një farë laptopi që këtë informatat për pare i dike. Si ka dhënë që këtë. E tash e kom e këto, po s'pë gudzime të kalzu këtë. Unë ju kom këthy me të mosh, men. Të mosë më përpara. Kjo vish i blun këtë, shka ka këtu edhe të kalzen. Edhe vish kur të bë zilja më thirë, thot,
orna, përfundo, thëjë natën e mirë, kuja. A pësha, s'pëmlojnë edhe mu. Thojnë mi thonë natën e mirë. Unë ju falenderoj shumë për thirrjen që na keni bo, respekt, ju shkoj marë e mirë, rënovsi. Faleminderit. Edhe për me shumë faleminderit edhe shumë Unive mirë respekt. se ki pas stres, të kaloj, a unive mirë për thëmë se ki shumë pas mirë. stres. Shumë mirë, shumë qetë edhe shumë super. Edhe studio tepër mirë më ka pëlqyer, shumë studio e bukur, edhe jam një tepër mirë. Faleminderit shumë që ki marrë pjesë edhe të dyve vazhdoni me që ato që i kini nisë, që i ka uzatuja dhe në fund sokol, e ti meti vazhdo me shpëndorin e pozitivitetit edhe dashnin ndaj kombit, ndaj popullit, ndaj gjakut shqiptar. Ta kom thonë unë edhe një herë, kështu, ku kem pi kafe bashkë. Pasunia ma madhja jemi është që kanë respekt në Gjakov për mu. Për që ashtë i zvogët, dhe në madhë qërimit, dhe ke pa, herë një në alën të marrë ngry këtë më. Kur të ma bët dikush me gisht në Gjakov, unë nuk shkoj më në Gjakov kur. O pak Ajo problem, pasunia e madhe. që aty ku të bën me kalu, e që duesh mi ullë kryt, se kilon vend vetit. Fatmirësisht po thotë që në Gjakov, kur ta bën vetën ashtu nuk o mirë, me ti i mësën këtu seme, e une për shemull e kom shumë problem, ju mënu më ato temën, po kom shumë problem me kalu ka rruga bankave. Sa që të kaloj ka banka të uli kryt që shtu të poshtë. Asaj bërgjë, kësaj bërgjë. Asaj ratën e kreditit, asaj ratën e kreditit. Asaj kartelën e bankës, asaj. Marë për mvjep i bankave të kalu. Pasha zotën. Jo, si i faj, se ajo, Ha? si i faj, që ashtu është. Dhe që inshallah bëhet mirë, ti pozitiv, me nu, i që zotit i ka. Që çdo përpjesë e ka i të poshtë, çdo i të poshtë e ka i përpjesë. Herë shkon, herë bjen. Që ashtu sikur unë biznisin që kam pas në Hollandë, restorantin. Ka herë kishtë punë që zdisha pushim. Veti 12 dhe vis punë. Ka herë nuk kishtë punë, ko për mu. Qytë mi pagu qiran e dëgojës, qytë mi pagu punëtorët. Qërto është biznisi. Biznisi që ato i ka. Mishtë mi, ka shke përsonte, ju rrini pozitiv, shpëndani dashni edhe leni natët. Leni natët. Muni mi shfilzu jetën edhe për sendën më të mira. Natën e mirë përsonte. Mala Show.